Hani çdo ditë këto dy ushqime dhe do befasojeni me ato që ndodh trupit dhe imunitetit tuaj. Xhenxhefili, shafrani indiz dhe majdanozi, manaferat, bimët të ndryshme pothuajse egzotike promovohen shpesh për shkak të vetive të shumta medicinale. Por për imunitetin e fortë mjafton të ndaleni në dyqane dhe të merrni vetëm këto dy përbërës. Këto janë bishtajore dhe bananet. Ky është një ushqim i rekomanduar nga mjeku britanik Chris Steele, i cili ka më shumë se 2 dekada që jep këshilla mjekësore. Ai kujton se rreth 70% e imunitetit tonë është në zorr dhe bakteret të cilave përbëjnë mikrobiomën specifike. Ndikojnë në procese të shumta fiziologjike, përfshirë tretjen dhe veprime mbrojtëse ndaj problemeve. Përfshirja e bishtajoreve dhe bananeve në dietën tuaj do të rrisë imunitetin dhe do të parandalojë gjithashtu një sër komplikacione. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim